na xhollarët kemi marrë mësim në çdo kënd ngaj. Kemi pas, unë po them si lloj modeli. Mund të them lirisht se Valla Kupja dhe afërsia Kumanove Kamenic ishte, me thonë, e këndshme dhe afërt dhe dashur për te se ka ardhur shumë hoxhallar para meje. E në mesin e tyne ka qenë edhe tek familja që jemi taku disa herë Hafez Idris Dermakut, pastaj në konakun e Odën e Molla Nazmi Sulejmanin Topanic, po edhe kemi pas fatin që me 12 qershor të vitit 2000 kemi organizuar një tribun në shtëpinë e kulturës Isa Kastrati në Kamenic. Pastaj edhe tribunën tjetër e kemi organizuar me 26 shtator të vitit 2005, pikërisht në shtëpinë e kulturës në Kamenic. Bile dhe ajo është tribuna e fundit që ka mbajtur në Kosovë, pastaj veç dihet me 7 janar dhe është bë varrimi. Shumë s'kemi fol me ta kur gjatë, se na marrë vesh shumë shpejt. Vetëm se kur kom qenë tek ai në shtëpi kishin pas ata telefon kështu fiks, edhe ma pa dhënë numrin e telefonit, se i tregoja shokut, tha, kemi dëshirë me bo tribuna, me organizu ligjërata, me majt, po tha, merre numrin e telefonit, sa herët keni nevojë, thërnëm, unë jam atë. Edhe pa hezitim, unë mendoj se ai ka pas një vullnet shumë të madh, po edhe një dije shumë të madhe, po edhe një trimëni shumë të madhe. Dhe mendoj se ndoshta edhe muj me gabu, me një farë mënyre, na xhollarët kemi marrë mësim në çdo kënd ngaj. Kemi pas, unë po them si lloj modeli.